Pse vrapon ka qu moje Hapin ta nuk mund ta mri Si hije sa shpejt që t'pre Pse vrapon ka qu moje Ndalu, ku po shko I bongu të shes më pre E di se më trahton Se vrapon nga qull moje Sa që di se vrapon ti moje Ndalu ti o moje Ti shpejton në shumë e s'ma pre A e di sa më trahton Ndalu ti ku po shkon O moje O moje Mundohem të mri Por ma shtrohe me të vërtet Shumë shpejt I hikën sa që di Se vrapon ti moje Ndalu ti o moje Ti shpejton në shumë e s'ma pre A e di sa më trahton Ndalu ti ku po shkon Se shpejton Jemi me një ambient shumë romantik Buz liqenit Era po fryn Gitara këndon. Gitara këndon Baria po nuk po këndon Po I vje gitarës Kisha preferu që Baria mos jetë tu Jo, ne tjetë Baria Po ne tjetë kështu ne të këndon Po unë e takim këtu afër vetës një shok të Bariut Nej djalë të bukur Dhe të përjetoj qaste romantike Në këtë qytet romantik të Strugës Bari, apo këndon apo do një intervistë, hicën pos Të dyja momentalisht Për momentin mu nuk është të mu fol hiq Për herë të parë mu të mbyllet goja Për sot të mu mbyllë Jo, unë si kantautor I ri, Alaja Miri në skenat muzikore Kjo pamje me të vërtet po më inspiron shumë Që nuk di ku të fokusojnë, ja të intervista, ja të inspirimi Po, me të vërtet relax të runi, qetësi të runi, kështu meditacion Po, kjo është e mira e ne të Strugës Çdo ditë zgjojmë me këtë bukurin natyrore që e kemi Dhe na jep një falluj përparësie në muzikë, pas që na inspiron pafund Bari, pikërisht ne kemi ardhur në qytetin e Strugës, Mama's Party apo në kuadër të emisionit Një kafe me mamën dolëm prej studios për shkak se u ngro koha
Edhe nuk rrihet në studio, kështu që ide e mirë. do t'i kalojmë gjitha qytetet gjatë sezonit veror, do t'japim kështu ambiente të hapuna, po në gjithë Maqedoninë ku kemi qenë, edhe ku do të shkojmë, zbesoj se këtë pamje do ta ketë si struga. Më thuj se çfarë është e veçanta e strugës për ty? Me çka e kishe karakterizu strugën ti? Strugën e kisha kategorizu, nuk di me çka e kisha kategorizu, por e kisha veçuar për qetësinë absolute që e ka. Struga nuk na ofron shumë opsione, kështu që na lejon një pasuri mendore, kisha thënë. Një qetësi absolute mendore, të cilën çdo ditë ne të strugës e përjetojmë, buz liçenit, buz drinit. Dhe kështu me radhë. Po, e kishe ndru strugën me ndonjë qytet tjetër? Po, unë jam lindur në Amerikë. Unë kam lindur në Amerikë. Tu a them të drejtën, shkaku që vendosa të rinë në strugë, është pikërisht ajo. Qetësia e strugës. Qetësia e strugës, se nuk mund të ndroj për asnjë vend të botës. Ti rjes për një familje muzikantësh. E ke trashëgu zanatin e babit. Po. Qa projekte, qa planesh ke? Pa, si për fillim, duhet ta theksoj se babi çdo herë ka qenë i interesuar dhe më ka ndihmuar shumë në zhvillimet e mia në muzikë. Ka qenë dëshira e babit që unë premo përpara të mire me muzikë, por unë nuk kisha fare interesim. Në rreth moshës 14-15 vjeçare, unë për herë të parë e kapa gitarën dhe të them të drejtën u duk shumë. Ta imponoj babi apo vet? Babi më imponon të qenë në moshën 7 vjeçare. Unë u laga këtu. Principale edhe unë po i ruaj masaj. Ruaj se më hynë mu ujt i liçenit. Si thoja, babi ishte dëshira e babit që të ketë trashëgimtar. Të brenda moshën 6 vjeçare, ai vazhdimisht impononte që unë të filloj të merrem me muzikë, por unë nuk kisha asnjë fillë interesimi. Jo vetëm që s'kisha interesim, por edhe nuk kisha aftësi ose zë. Zëri për herë të parë filloi të më, ose era e parë që e vërejta që kam zë, ishte rreth moshës 18 vjeçare. Kisha aftësia për në gitarë dhe dëshira më lindi rreth moshës 14-15 vjeçare, ku hala e mbaj me momentin e shikja gitarën para se të shkoj në shkollë, isha klas 8 më duket, ose viti i parë dhe aty bie kështu kot. Kot. Jo vetëm që mu duke lekt, por gjeva një ndjenjë që se kisha ndjerë më parë. Dhe të aty ishte hapi më parë. Dashuri me vonesë, themi. Shumë, po. Kurse qartë, për planet e mia, kisha plan të bëj një grup. Një grup pak të ndryshe. Nuk dua t'jem këngëtar që shembull të këndoj në për dasma, se diçka tjetër. Kisha dash, as nuk e kam qef shumë famën, t'ua them të drejtën. Nuk e ke qef famën? Nuk e kam qef famën. Se nuk e ke qef famën? Mua më inspiron dhe një kënaqësi shpirtërore më e vlerësimi. Para ato njerëz që më din, të më vlerësojnë. Kjo do më kishte kënaqur më shumë mua. Në zgjedhje me famë. Po, mendon se mund të mbjetosh pa famë? Por ose më mirë kështu të të pyes, ke ndonjë profesion tjetër se pe ku mund të mbjetosh? Po unë sa jam në fakt i diplomuar, sa diplomova në shtull, gjuhën angleze, dhe nëse s'më shkon puna mbar me gitarën, do të kisha dashur të bëhem një profesor i anglishtës. I anglishtës, a? A gitarën thu për qef? Gitara më e qetësi shpirtërore. Kështu që edhe nëse nuk kisha, ambicet e mia janë vlera, siç e theksova. Nëse nuk kisha mbrirë me gitarë, atëherë do të isha një profesor i muzikës. Profesor i muzikës? Po. Thuaj për momentin, cëlla këngë, çfarë t'inspiron kjo ambient, cëllën këngë e kishe këndu këtu? Edhe pse ne do të shkojmë atje tek vendi ku e kemi parapa muzikën edhe këngët i bëjmë, unë do edhe një këngë, ose një strofë ma këndosh tu bus liçenit. Babi ka një këngë të liçenit. Të liçenit? Po, do kisha dashur ta bëj atë. Në bregu e liçenit mrënja po bie ujtë dhe njene natës po ple dhe në thellësi vala
kam marrë kur të ndone ku t'i qanë. Kjo është një fraze këngës së Se Barit. o ndale, mos o ndale! Do kemi më vonë. Bari, kemi shumë këngëtarë atje, shumë artista që janë mbledh në Hotel Mirash, ku do të falenderoj Hotel Mirash, të cilët na bënën konak neve, po ashtu edhe na mundsuan realizimin e emisionit ton në Struk. A di që hajla më ato në të presin lartë në knashemi këtu. Po jam duke u kënaqur. Edhe unë jam duke kënaq, po mendoj se shkojmë atje edhe atje të na këndosh disa këngë bukura të babit tonë. Unë patjetër s'është problem. Hajde, atëherë po shkojmë. Unë mendova për ty, se në këtë botë je vetme ati që të hëndëroj ditët më të mira, ti dhurova ty. Që tjetri ti sheh ato sy, nuk besova që tjetri ti sheh ato sy. Si të dashuroj kur ti mua për ty mendoj, për ty mendoj, për ty mendoj, si të dashuroj. Si të dashuroj kur ti mua për ty mendoj, për ty mendoj, për ty mendoj, si të dashuroj. Zemra ende vajton, shpirti e më ndron, flokët e tua të bardha, sytë e tua të bukra, flokët e tua të bardha, sytë e tua të bukra. Si të dashuroj kur ti mua për ty mendoj, për ty mendoj, si të dashuroj. Si të dashuroj kur ti mua më harove, kur ti tjetër përqafove, për ty mendoj, për ty mendoj, për ty mendoj.